me kongresmen amerikan. Për të diskutuar më shumë në lidhje me këtë takim, do të kemë në këto momente një bisedë të drejt për drejt me vetë kreun e Partisë Republikane, zotin Fatmir Mediu. Zoti Mediu, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Mediu, cili ishte qëllimi kryesor i forumit të sigurisë në Washington dhe çfarë konkretisht përfitoi Shqipëria nga ky organizim? Lirë të bëj vetëm fare pak historik. Kjo është një traditë e krijuar që në vitin 2017, duke filluar me senatorin McCain, pastaj senatorin Inhofe, ku ne kemi diskutuar për çështjet e sigurisë, që besoj janë dhe interesjon si vëndëtari NATO-s. Dhe në këtë radhë ne kishim një diskutim për sa i përket investimeve në fushën e mbrojtjes pas vendimit të samitit Hagës, ku thuhet që janë 5% që duhen realizuar, 3.5 janë për qëllime ushtarake, tjerat janë për qëllime infrastrukturore, teknologjike që kanë të bëjnë me interesin e sigurisë. Dhe në këtë pikpamje besoj që Shqipëria duhet ketë një filozofi të qartë se çfarë duhet bëj. Ku është interesi i Shqipërisë? Ja u them fare hapur. Shqipëria duhet të ndërtojë një dimension NATO në rajonin e Ballkanit. Në joint procurement, smart defense, duke i bashkuar të gjitha vlerat financiare në rajonin e Ballkanit për ndërtuar nivele operacionale dhe ndërveprime me vende të tjera anëtare të NATO-s në Ballkan. Interesi tjetër pozitiv është sepse kështu ka mundësi që të ofrojë investime nga industria ushtarake amerikane, duke krijuar një soliditet marrëdhëniesh edhe në pikpamje me partnerin tonë strategjik. Dhe kjo është e këshillueshme tashmë nga NATO, e ka thënë dhe komandanti suprem i NATO-s, dhe iniciativa e vendeve balltike është një iniciativë e cila vlen, sepse çështjet e mbrojtjes nuk janë çështje thjesht se sa vendos në buxhet. Çështja është se çfarë dhe si e shpenzon, dhe çdo shpenzim duhet vi në interes sigurisë vendit dhe padyshim një ekonomie që ndihmon ekonominë shqiptare. Në pikpamjen e investimeve që kanë të bëjnë me infrastrukturën, unë ngrita që është e domosdoshme që Shqipëria të bashkohet me iniciativa tjera infrastrukturore, siç është iniciativa e tredeteve. Dhe samiti i tredeteve zhvillohet në Kroaci, ku Shqipëria duhet kërkojë të bëhet pjesë dhe së bashku me vendet tjera anëtare të NATO-s shikojnë se si mund lidhin infrastrukturën e rajonit Ballkanit me infrastruktura tjera të europiane, qoftë të Europës Perëndimore, por qoftë të Europës Qendrore dhe Lindore. Pra, kjo ka qenë pak a shumë tema e diskutimit. Por kush është arritja? Po ja u them, arritja më e madhe për mua në këtë forum sigurie ka qenë kërkesa e kongresmenit Self që Kosova duhet fillojë procesin e antarësimit në NATO. Dhe kjo ishte pas një bisede që ne bëm me kongresmenin Self në zyrën e tij, duke kërkuar që një mbështetje maksimale në raport me Kosovën. Ka qenë një kërkesë edhe diasporës shqiptare dhe autoriteteve Kosovës, dhe ishte po ashtu pozitiv fakti që aty kishim 2 përfaqësues të Kosovës, ish kryeministri Haradinaj edhe ish ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, të cilët do të thënë ishin në të njëjtën linjë dhe ishte një si them mbështetje e përgjithshme për sa i përket kërkesës për antarësimin e Kosovës në NATO si një element shumë i rëndësishëm për sigurinë e rajonit të Ballkanit, dhe jo vetëm për interesin e Kosovës. Të ndalemi pak tek investimet që ju i përmendët pak në fakt. Ju keni theksuar domosdoshmërinë e tyre në mbrojtje. Çfarë nënkuptoni konkretisht për Shqipërinë? Siko është tashmë vendosur që të vendet anëtare të NATO-s do të rrisin shpenzimet e mbrojtjes në 5%. Dhe 3.5% është vetëm për çështje ushtarake. Pjesa tjetër apo të mbrojtjes. Pjesa tjetër është infrastrukturë, teknologji dhe elementë tjerë që kanë të bëjnë me sigurinë. E them edhe një herë, nuk është çështja sa para shpenzon. Çështja është çfarë nivelesh operacionale ushtarake ti ndërton. Po ta marrim Shqipërinë, ai 5% apo 3.5% i buxhetit ton, është kreti pa përfillshëm në raport me kostot e mëdha që ka teknologjia ushtarake sot apo pajisit dhe materialet ushtarake. Dhe në këtë pikpamje është shumë herë më e mirë që ketë një kombinim me vendet e tjera të rajonit për të ecur në prokurime të përbashkëta, për ndërtuar një politikë të përbashkët të interesave të sigurisë dhe të mbrojtjes së rajonit Ballkanit. Pse? Sepse kërcënimet e rajonit Ballkanit vijnë nga Rusia, nga Kina dhe qeveritë të cilat bashkëpunojnë me ta, siç është rasti i Serbisë. Dhe në këtë pikpamje ne kemi ndajmë të njëjtin shqetësim për kërcënimet dhe duhet patjetër ndërtojmë një raport sa operacional dhe ndërveprues me vendet e tjera anëtare të NATO-s dhe duke thithur dhe mundësisht dhe investime të Shtetit Bashkuar të Amerikës apo industrisë ushtarake europiane. Dhe besoj që kjo është strategjia më e mirë, e parë me sukses, e zhvilluar me sukses në vendet balltike. Ndërkohë, si e shihni sot rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fuqizimin e NATO-s?
aty u diskutua dhe nuk kisha asnjë dyshje që NATO është jashtëzakonisht e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e rëndësishme edhe për Europën. Është një marrëdhënie e përbashkët dhe është deklaruar që ka pas një konceptim gabim që garantori i sigurisë të NATO-s janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo s'ka qenë asnjëherë shkruar asgjikundi. Garantori i sigurisë NATO-s është vetë partnershipi i vendeve anëtare të NATO-s, pra një bashkëpunim i përbashkët. Dhe kongresmenët amerikanë ishin në të njëjtën linjë. NATO është një gjë jashtëzakonisht e vlefshme për interesat gjeopolitike, strategjike dhe të mbrojtjes së Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është me kosto më të ulët, është me interes shumë herë më të madh vazhdimi dhe forcimi i kësaj aleance. Prandaj presidenti Trump ka kërkuar që të rriten shpenzimet e mbrojtjes në mënyrë që mos të marrin dhe të përfitojnë vetëm nga ajo çka investon Amerika në NATO, por të jenë pjesë kontribuese NATO për ndërtuar një strukturë të fuqishme ushtarake në radhë parë dhe një aleancë fuqishme politike e dyta. Ju keni zhvilluar 2 takime me presidentin e Institutit Republikan Amerikan dhe presidentin e Institutit Demokratik Amerikan. Keni kërkuar angazhim për çështje të rëndësishme si reforma zgjedhore apo ajo territoriale. Zoti Mediu, çfarë ndryshimesh konkrete kërkon opozita? Unë do të theksoj që iniciativa e Forumit për Dialog është një iniciativë jashtëzakonisht pozitive. Opozita dhe partitë opozitare, pavarësisht nga diferencat që kanë, duhet shikojnë se kë kanë përballë. Pas 10 lirat ndershme nuk mund të avancoj as opozita, as lider të opozitës, pavarësisht nga ambicet që kanë. Dhe nuk mund të avancoj as Shqipëria dhe dëmton interesat e qytetarëve shqiptarë. Pra nëse duam 10 lirat ndershme, ne duhet të ulemi në radhë parë për të parë nga pikpamja ligjore çfarë duhet bëjmë. Dhe reforma zgjedhore është domosdoshme për të kryer, për ta sjellë parlamentin binar kushtetues. Ka shembuj shumë të qartë, siç është rasti i Kosovës apo raste të tjera që kanë prodhuar shumë më tepër stabilitet dhe proces lirë zgjedhor e para. Dhe duke qenë kështu, unë mendoj që thirrja e Forumit për Dialog për të ndërtuar një marrëdhënie të përbashkët politike është jashtëzakonisht e vlefshme, pavarësisht nga diferencat që kemi. Dhe në diskutimin që patëm me presidentin Twining dhe Stephen X, që është drejtori për Europën, ne paraqitëm një platformë të shkruar se si do të bashkëpunojmë me Institutin Republikan Amerikan, jo thjesht në emër të PD-s apo këtij koalicioni opozitar, por një opozite më gjerë se kaq, e cila u mirëprit dhe shpresoj që të ketë zhvillime pozitive. Ashtu si me presidentin NDI dhe përfaqësues të tjerë, ne diskutuam element të rëndësishëm të demokracisë shqiptare. Së pari duhet të kthehemi në binarët e një demokracie normale ku ka zgjedhje të lira të ndershme dhe një qeveri e cila nuk fut duart në kutitë e votimit. Edhe ajo që thamë dhe besoj u pranoi ishte fakti që nëse në Maqedoni një qeveri teknike garantoi zgjedhje të lira të ndershme dhe nuk ka më kontestime zgjedhore, ky shembull duhet kthyer edhe në Shqipëri. Nuk ma ndryshon askush bindjen që Edi Rama e bën manipulimin e zgjedhjeve pa dashje, apo janë element anësor. Çdo gjë është organizuar në mënyrë të qëllimshme. Dhe duke qenë kështu, qëllimi i opozitës duhet të jetë së bashku për ndërtuar një platformë bashkëpunimi me presion maksimal nga partnerët ndërkombëtar për zgjedhje të lira të ndershme. Dhe kjo histori është provuar e suksesshme nga viti 2001 deri në vitin 2005. Ata që nuk e dinë apo nuk e kanë jetuar historinë duhet ta lexojnë e ta kuptojnë që kështu të ndarë fiton vetëm ky pushtet që është sot, fiton korrupsioni, fiton krimi dhe pamundësia për ndërtuar politikë reale. Dhe në fakt, zoti Mediu, shumë shpejt opozita do të mbajë protestën e radhës. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që jo vetëm opozita, por gjithë qytetarët dalin protestë, sepse është një situatë e papranueshme. Tregojnë që shqiptarët kanë një qëndrueshmëri, një organizim përballë këtij pushteti i cili nuk pyet më për ta. Por nuk është vetëm ky është një element i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm, por duhet vepruar në disa plane. Plani që unë thash, do të thonë në bashkëpunim opozitar është shumë i rëndësishëm, edhe në pikpamje të reformës zgjedhore apo reformës territoriale. Por ajo që duhet parë akoma më shumë se sa kaq është edhe në diskutime e organizimit politik dhe elektoral të opozitës shqiptare në të gjithë territorin e Shqipërisë. Nuk mund të presim momentin kur vinë zgjedhjet. Dhe për më tepër, ajo që është e rëndësishme është që kjo frymë e protestës shqiptare duhet bërë njohur në faktorin ndërkombëtar dhe duhet patjetër që të kuptohet se kush është kërkesa dhe roli i opozitës. Jo vetëm thjesht për të larguar Edi Ramën, por çfarë sillet ndryshe nga opozita në jetën politike, shoqërore dhe ekonomike shqiptare. Dhe duke marrë parasysh të gjithë këto elementë që nga protesta, korrupsioni e tjerë, ju a mendoni se Rama do të jap mundësinë për qeverinë teknike? Unë nuk kam asnjëherë bindje që Rama do në një gjë që të ecë ndryshe. Rama është i lumtur me atë që ka se kontrollon çdo gjë dhe bën si do i vet. Ideja e Ramës është pushteti dhe vetëm pushteti. Nuk janë as qytetarët as interesat e Shqipërisë. Kjo është evident.
Dhe çdo gjë ka vetëm për glorifikimin e vetes dhe kontroll sa maksimal të gjithë. Ka shkatruar çdo lloj elementi kushtetues dhe institucional në Shqipëri. Nuk ka më as parlament, qeveria është vetëm në dorën e tij, do të një ministra që si njeh kush, apo edhe presionin institucionet e tjera. Dhe duke qenë kështu nuk pres nga Rama, por pres që opozita të kuptoj se si duhet veproj. Dhe duke arritur një qendrim të përbashkët, duke mos krijuar një kakofoni të pakuptueshme që kjo më pëlqen, ky s'm se ky kryetar partie duhet të jetë, ky s'duhet të jetë. Kryetarët e partive janë aty nga partitë e tyre. Ti nuk mund diktosh se kush është kryetari i një partie tjetër. Ajo që duhet diktuar është agenda që duhet zhvillojë opozita shqiptare, e cila duhet bashkojë qëllimet të gjitha forcave politike me synimin e largimit të këtij pushteti. Dhe brenda kësaj ka hapësira për të krijuar koalicione elektorale, por dhe marrëdhënie të qarta politike, mund mos jenë asnjëherë koalicione elektorale. Por veprimi politik duhet të jetë i përbashkët. Nëse marrëdhënie me ndërkombëtarët, unë them që nuk më vlen kryetari i partisë filan se ky është kështu, është ashtu, i kemi krijuar bindjen thuajve që ne nuk po merrem me problemin, po nuk po i bijem trungut, po i bijem gjeteve, dhe ky është problem shumë i madh. Zoti Mediu, ju si e shihni nismën e ndërmarrë nga Ermal Asimja për të bërë bashkë para opozitën? E shihni si të suksesshme, domethënë pa marrë parasysh para faktin përtej rollit kryetarit? Absolutisht e shikoj si të suksesshme dhe të blefshme, e shikoj si të domosdoshme edhe për dhënë çdo mbështetje. Mendoni se do ja arrijë qëllimin? E kam diskutuar edhe me profesorët e Institutit Republikan Amerikan dhe shpresoj që ata të kenë mbështetjen politike shqiptare, por dhe ndërkombëtare për të bërë të mundur që opozita të ulet dhe diskutojë pa paragjykime me njëri tjetrin. Paragjykimi që kemi për njëri tjetrin është tërësisht absurd. E them edhe një herë, nuk zgjedhim dot njëri tjetrin. Në politikë ti nuk zgjedh çfarë do. Ti zgjedh atë që do të ndërtosh një raport të qëndrueshëm, nëse ke një qëllim politik për të përballur me këtë të keq që ka Shqipëria. Padyshim mund të ketë nuanca nga më të ndryshmet. Përsa i përket qëndrimeve, ideve tjera, por këto nuanca krijojnë një mozaik vlerash në fundit për të bërë atë që është e domosdoshme. E djata nuk është ushtri, e djata ka qëndrime, ka individualitete të cilat duhet i bashkojnë kësaj nisme. Dhe unë shpresoj që zoti Asimja dhe kolegët e tij të bashkojnë në këtë lëvizje dhe intelektual të tjerë të vlefshëm, të cilët një pjesë e tyre i njoh dhe i vlerësoj, por ta zgjerojnë këtë për ta kthyer në një veprimtari shoqërore politike. Zoti Mediu, unë falenderoj për bisedën dhe ishte kënaqësi që të kisha në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit juve.